futi këmbën në qendrën për të mbijetuarit e torturave dhe viktimat e dhunës seksuale. Le të mirëpresim bashkë zotrin Ramadan Ishori dhe Silvia Izeti. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Shumë knaqësi, Silvia, knaqësi që të kam këtu. Ramadan, faleminderit shumë që je këtu. Hajde të lutem, trehatohemi. Shkojmë te këndi i bisedës tonë. Ky është vendi për ju të dy. Faleminderit. Rehatohuni. Faleminderit shumë që na thatë po, edhe që jeni sot këtu, edhe juve zotri Ramadan po ashtu. Jemi dëgju pak paraprakisht ditë më herët, po më vjen mirë që po ju takoj edhe që ju kam këtu në studio. Po u thoja në fakt edhe shikuesve, edhe publikut, sepse emrin e zotrit Ramadanit tashmë e din të gjithë. E din të gjithë si një emër për të cilin kanë dëgjuar për herë të parë më 14 prill, ndonë se ju e njihnit shumë herës, nja Silvije. Po, më lejo fillimisht zotri Ramadan të pyes pak, çka ka ndryshuar në rutinën tënde prej asaj date, prej 14 prillit? Faleminderit Batesën. Faleminderit edhe juve. Po, prej asaj dite ka ndryshu shumë gjona. Prej asaj dite e kom hek një borë shumë të madhe. Kjo i kofojet kryesore. Gjitha meritat, a? Gjitha meritat janë psikologës në Silvis. Keni marrë shumë mesazhe, besoj, prej asaj dite, a? Prej asaj dite e falenderoj gjithë opinionin tonë. Kosovar, që kom pas shumë mesazhe, shumë telefonata, shumë përkrose, shumë faleminderit për të. Të gjitha fjalë të mira këto që sigurisht ju kanë dhënë shumë kurajo dhe forcë akoma më tutje edhe juve dhe gjithë familjes tuaj. Zënia Silvije, po e pyes për këtë datë, sepse kjo ishte data që bëri një kthes për opinionin publik dhe emri i zotrit Ramadanit do të jetë në histori. Për ju personalisht, me gjithë këto atributet e lehtësimit që po jep edhe vetë zotin Ishori, çfarë do të thotë për ju kjo datë? Para se gjithë thash, 14 prilli është një datë shumë e veçantë. Shumë e veçantë për mbijetuarit e dhunës seksuale, sepse më në fund zyrtarisht njihet dhimbja e tyre, njihet heshtja e tyre. Është një datë, 14 prilli simbolizon një thirrje për më tepër ndjeshmëri, për më tepër solidaritet, për më tepër mbështetje për të mbijetuarit e dhunës seksuale, që për degatat e tëra, sikurse Dani, kanë qenë të heshtur. E nëse kthehem në këtë 14 prill të vitit 2025, kjo me të vërtet është një veprim ose një akt historik, nëse mund të them, sepse për herë të parë historia e Danit u validua, trauma e Danit u validua publikisht, jo vetëm në një setting psikologjik që ne kishim punuar me vitet e tona, po një zë i heshtur për vitet e tona u bë një zë shprese. Dani për herë të parë i thej tabut, i thej stigmën, i thej normat, stereotipet gjinore, dhe e kompletoj pikërisht misionin ose, si të themi, simbolizimin e datës 14 prill. Kështu që jo vetëm për mua, po përgjithësi për opinionin kosovar, 14 prilli me të vërtet ka me qenë datë historike, sepse nga një zë heshtur u bë një zë shprese, për shumë mbijetuar, sepse Dani nuk doli ditë me fol për veten. Për veten e vet kishte fol 7 vjet në seanca psikologjike. A ditë doli me thënë të vërtetën edhe me bë thirrje për më tepër mbështetje, ashtu që ka nevojë të mbijetuarit e dhunës seksuale. Dhe në fakt duket se kjo thirrje nuk shkoi hoxh zotri Ramadan, sepse duket me njëherë ditët e para pas daljes tuaj kishte shumë, të mos gabohem me numrat, po kishte persona të tjerë që u lajmëruan në qendrat e tjera. Ç'është bën me u ndi ky fakt zotri Ramadan? Ky fakt më bën uni shumë mirë, se unë e di në për çfarë stota kaluajnë ata. Në për çfarë trauma kaluajnë ata. Unë jam shumë i lumtur që me daljen time që kum rrëfy, është që kanë orë 2 persona. Ja u ke lecu edhe aty në... Edhe kanë kërku ndihmë
një organizat. Dani në fakt po thotë që kanë ardhur 2 persona, sepse 2 persona burra janë paraqitur dhe për Dani ka qenë shumë e rëndësishme që burrat të lajmërohen, sepse nëse ka stigmë ndaj mbjetuarve, stigma ndaj burrave është edhe më e theksuar. Por ne kemi edhe shumë gra të cilat janë paraqit më një herë pas daljes së Danit, që domethënë ka pas një efekt të fuqishëm, sepse edhe vetë mendimi i tyre ka qenë kur ai ka arrit me fol publikisht, pse nuk po mund, se ne hezitojmë ardhe dhe me kërku ndihmë. Kështu jo vetëm në KRCT, por në gjitha organizatat më një herë ka pas edhe gra, edhe burra të cilat janë paraqitur dhe kanë kërkuar ndihmë. Edhe kjo ka qenë ajo që ka Dani në fakt ka dashur me emëri me gjithë daljen e tij publike. Dhe besoj që sikur për këta individ ashtu edhe për Ramadanin ka qenë ai momenti ndoshta kur i ke thënë vetës po drejtohna, edhe pse kam dëgjuar edhe prej rrëfimeve tua, edhe ta asaj dite të 14 prillit, por edhe tek kolegët tonë. Pra, disa herë e ke sjell në përmendje këtë mënyrë që me shku me u drejtu diku edhe me kërku ndihmë. Po se... Po është... Kur kun qaj momenti konkret që ti ke thonë, okej, tash Dan, me krejt forcën tënde, futu brenda. Po, qysh, përmenda të une me 10 herë, kom shku para sa kur ka qenë organizata e KRCT-s të klinika Gjermane e Syrit, që shukom 2004-2005, Po. mes gabuam me datë, adim me vitë, se në di, tani pas asoj date, nuk më isha me bombol me Imrana, se ishë vishin, se me thonë 100 lloj pyetje në kry. O, mundet me qëllu dikush i njofshëm që po në organizat, shamo fol, se bu të natë që është paragjikujnë, bëllëzojnë. Pa, ma se si burra, din, ashtu që pa ta vendos, s'më isha me hi kërqysh, ato pa ta vendos me thminja dhe pa të më shku në Malzi. E i të me thonë. Po, edhe atje, gjumë atyne, veç sa ma... Ta bëjke ma tronë. Ma raneke ma shumë... E nxit traumën. Edhe vendesëm apet me u këty në Kosovë. Edhe ka qenë Vasfije Krasniqi, Vodman, se jam është heroinë e gjallë për neve. Edhe ku me me gjdo herë, aja u kom të dhonë një intervjis në televizion, tash mos se ku pak e gotë. Normal. Edhe atë i masha shumë lakmi. Dhe isha që lumbja kje pashliruhet. Se për të na, për neve shëna ka ndodhë kjo, është sidomos mromi është shumë e ronë për neve. Edhe atë natë bosh në një intervjist në televizion edhe i kum shkru më njerë në Messenger. Edhe bi të regoj, aja falë njerës bisojnë në merë, ma ka këtu, i kum të regu se qysh jam edhe bi të regoj që qështu të i të dera organizotës, po shkoj, po nuk po moj me Imrana. Edhe aja më njerë më tha, lesh ta mund është me shku me hinë organizotë, se ata janë gjitha gjonsh, si të fullet, është shumë konfidenciale edhe jetë veç ato mëna. Më me ski kur farë problemi. Kur farë të lashe, Edhe pas. të nesrit, s'ku me nuk shumë edhe. Shkove me një herë të nesër, më, në? Drejt. Edhe ashtu ndodhe, në fakt, qështë ka thonë edhe zonja Vasfije, ajo periudhë për ty ka qenë ti për diskrete, tamam qështë e ke kërku ti, dhe me thonë nuk ke shku ma me frikë në ato takime. Ju nuk më shku me frikë, po aja dita e porë, kur këm hinë për herë të porë në organizat, më kujtuhet sigur si sëtë. Se u kom shumë e ramë për mu.
Ashtë më falni se e ku mbet një dhamë se dhe nuk po me E ki ndjesin ma shumë se sa që vërejnë. Më Hiç falni. pa merak, dikush me dhëm, dikush unë me këto jam me grip, me hunde, me fyt, kështu që Faleminderit. po mirë kuptohemi se cili, pa merak. Dhe, kur kum trokita ditë për herë të parë në derë, më kanë prit njërën matë mirë të mundshme. Më kujtuat si sëtë, kanë morë, më kanë ullë, me një dhumë, se besa qafa krytu më majke me që kur pjetë. Isha i pinket. Veç krytë e pushtë, s'më isha me që krytë për pjetë. Edhe, su banu shumë, erdhë kjo psikologja, Selvija. Më bëhat një jenë vend sigurt, në anën e duhur, edhe gjitha sen që ka të fullum, po me metë këtë. Edhe peja se ditë e mo, që so vite u bunë, janë familja e me dytë. Familja, që në fakt, deri në një pik, deri në moment kur ju vendosët me nda historinë edhe me bashkëshortën e me vajzën, vetëm zënja Selvije ishte ajo që dinte gjithçka për ty. Zënja Selvije të pys pak për gjithë këtë proces që juve keni kalu bashk, me qenë se përmenda dhe familjen e zotrit Nishori. Kur keni ardhur në këtë pik dhe e keni pa gatishmërinë e Danit, nëse më lejon me të drejtu kështu, drejtuna Dani. I mësu dhe neve Dani. Kur e pat gatishmërinë e ti për ta nda këtë gjë me familjen, çfarë momenti ka qenë për juve, në çfarë lloj etape, normalisht, atë sa mund të tregoni? Patjetër që po. Me arrit dikush me nda historinë kaq të dimshme traumatike, si që çështja e dhunës seksuale, me të vërtet kërkohet një guxim jashtëzakonshëm, një kurajo jashtëzakonisht e madhe, po edhe një përpunim i thellë i traumës. Po krahas krejt kësaj kërkohen edhe burime mbështetëse. Kur vetëm burime mbështetëse është e nevojshme me di që është familja ose rrethi i ngushtë që e shoqëron në bazë aditore të mbijetuarin është përkrahas. Përndryshe, dalje publike në situata të tjera, veç ka kishme thellu ma tej për traumën. Kështu që ne me Danin kemi fillu me punu prej vitit 2018. Për neve ka qenë shumë e rëndësishme njëherë me përpunu traumën e tij personale. Edhe kur përthem traumën e tij personale, momenti që të mbjetuarit trokasin në dert, aty vetë hapen rrugët e ndihmës, hapen rrugët e shërimit. Po çka ne fokusohemi fillimisht është me përpunu ndjenjen e fajit dhe turpit, sepse këto janë të ngulitura thellë, janë të internalizuara, edhe besoni është shumë më vështirë me i thy këto dy ndjesi sesa me përpunu një ngjarje traumatike, sepse janë të internalizuara edhe të secili është më e thellë se sa tjetra, sepse stereotipe gjinore, shoqëria i ka bërë të tilla të ngulitan. Për neve është shumë e rëndësishme që mbjetuari Dani e cek sa herë që kur ka ardhur në takimin e parë ka pas shumë të vështirë me ngrit kokën lart, me të shikuar në sy edhe me tregu atë se çka ka ndodhur. Veçanërisht kjo është diçka tipike për të mbjetuarit burra që e kanë të vështirë me verbalizu ngjarjen traumatike të dhunës seksuale. Janë gjendje fillimisht me tregu për krejt përvoja traumatike. Përvoja traumatike burgut të Lipjanit, të Dubravës dhe diçka tjetër, por kur vjen te ajo, është më vështirë me shikun sy dhe me tregu që kjo më ka ndodhur, sepse burrat janë rrit me ndjesinë që duhet me qenë të fortë, duhet me qenë të fuqishëm, duhet me ditë me mbrojt veten, duhet me mujt me mbrojt veten. Dhe kur vjen te kjo mandej e shohin si dobësi dhe kjo mandej shoqërohet me një ndjesi të lartë të turpit. Dhe pikërisht për këtë i shmangun burimeve të ndihmës, jo vetëm Dani, po edhe shumë të mbjetuar të tjerë. Kështu që ne në seancat e para e stabilizojmë emocionin, ndjesinë e ankthit dhe frikës që janë paraqit njerë në seanca, pastaj punojmë ndjesinë e fajit dhe turpit derisa i mbjetuari fillon me e vlerësu veten, me e kuptu që faji dhe turpi nuk i takon atij. Faji dhe turpi është te autori i krimit dhe jo te i mbjetuari, dhe kur zhveshën prej këtyre ndjesive, atëherë fillojmë me përpunojmë ngjarjen traumatike. Ngjarja traumatike kur përpunohet nuk do të thotë se harrohet. Në një ngjarje e tillë traumatike nuk harrohet asnjëherë. Unë figurativisht gjithmonë përpiqem me ja shpjegu të mbjetuarve që është sikurse një plag që nëse e mbulojmë, nuk do me thënë që ne nuk e shohim plagën edhe ajo vetë ju ka më shuru. Përkundrazi, nëse e mbulojmë, ajo ka më infektu krejt trupin edhe ka më na paralizu me funksionu në jetën tonë të përditshme. Por nëse dojmë e përpunu, duhet me gry plagën. A dhem shumë. A ja vlen, do mos do ja vlen, sepse vetëm kur e përpunojmë, atëherë mbrim deri në stadin sikur se është Dani me fol për ngjarjen traumatike, po mos me pas ankth të lartë, me tregu
një vrag që më ka ndodhur, ajo gjithmonë ka me mbet aty, por që vazhdoj tutje. Dhe Dani pikërisht po e bën këtë sen, po e tregon gjërin traumatike, po nuk kemi emocione të thella, sepse emocionet janë përpunu, gjëra traumatike është përpunu, e jo të gjithë arrin me përpunu këtë sen. Po krahasët e atyre që arrin me përpunu, nëse nuk e kanë mbështetjen e familjes, është e pamundur me arrit edhe më fuqizu për me dalë me folë me publikun, sepse tek e fundit pse i duhet Danit ose një mbjetuar tjetër me folë me publikun. Dani nuk ka dalë me folë për vetën e tij. Plaga e tij personale ka qenë shëruna. Dani ka dalë me tregunje të vërtet edhe me shëru një plagë sociale. Një plagë e cila na shoqëron për vite të tëra. Jemi në vitin 2025, 26 vite pas përfundimit të luftës, jemi të folë për një traumë që është dashur më përpunu për shumë të mbjetuar një herë pas luftës, por që ka qenë komplet tabu, ka qenë komplet e heshtur në shtypun. Edhe në dashur ose pa dashur kemi kontribuar strategjisë autorëve të krimit që kjo traumë, kjo dhimbje me qenë e fshehur, me qenë e heshtur dhe asnjëherë mos me qenë ndëshkuar. Dani ka mrinë çat stat sepse na ka pas neve që kemi ndihmuar me trajtu traumën, po e ka pas në familje shumë mbështetëse që e ka shty për para. Ne jemi gjithmonë me ty. Qo bashortja, qo pastaj fëmijët. Dhe kur Dani kam rinë këtë stat që familja me mbështet, unë kam burime ku munde me adresu çdo shqetësim timin, atëherë unë po du me kanë zani aty në qenda nuk kanë za. Sepse dikur vasia i zani i ti, edhe ky tash po e bën, po jetë model për të mbjetumit. Ska po du me thonë që nuk është lehtë për të mbjetuarit me ardhur deri te kjo. Kërkohen goxha shumë burime, por është tepër e nevojshme edhe me pas mbështetjen. Për mua ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme edhe zemra mal kur kam pa që pas daljes së Danit shoqëria jon ka ndryshuar. Nuk kemi qenë kështu në vitin 2018 kur ka dalë Vasfia. Me Vasfien është dashur me punu më andej për shkak të paragjykimeve që kanë ardhur pasi ka dalë publikisht, ka pas fyrje, ka pas jo vetëm ajo dhe familja e saj. Po me Dani ka qenë ndryshe. Aty këtu patjetër që ka komente, po gjithmonë ka me pas edhe shoqëritë më të modernizuara. Por në përgjithësi shoqëria jon ka qenë mbështetëse dhe kjo më ka dhënë shpresë që mbase jemi në rrugën e duhur për me thy stigmën që është barriera kryesore që ende të mbjetuarit nuk kanë zënë. Në këtë rast i bie që i detyrohemi shumë Danit për gjithë këtë thyerje dhe kthesje jashtëzakonshme që ka bërë. Definitivisht po. Dani me historinë e tij e kanë transformuar një plagë të heshtur, e ka shndruar, e ka transformuar në një forcë. Edhe jo për veten, pra po e them, për qindra të tjerë të cilët ende nuk kanë zë. Edhe vetëm kështu mundej me i shty të tjerët që jo domosdoshmërisht, ne gjithmonë e përsërisim se jo domosdoshmërisht është e nevojshme e fol publikisht. Është tetë e nevojshme me kërku ndihmë, me trajtu traumën. Pastaj Dani nuk ka ardhur publikisht direkt sepse u fuqizu edhe doli para publikut. Dani ka kaluar në stade të ndryshme. Dani ka dhënë historinë e tij edhe për librin për të dhimbjes drejt guximit, që me një farë mënyrë është një të folur publik. Në një mënyrë tjetër, po e ka treguar historinë e tij ku lexuesi e merr edhe në detaje e shet gjithçka që ka ndodhur. Andaj domethënë ka pas periudha derisa është fuqizu. Për neve është shumë e rëndësi të mbjetuarit me ndjek fuqinë e zanit të tyre, ndërsa ne ndjekmi ritmin e tyre. Kur ata janë gatshëm, ne jemi aty me i mbështetë dhe me i qitë përpara. Dhe kjo mbështetje, sidomos nga familja, duket që në atë moment kur bashkëshortja, vajza, flutura, por edhe djemt, ishin aty për ty edhe të thanë që jemi me ty për çdo ditë të jetës në të ardhmen, po më duket aty ka përfundu gjithë shka me të keqen. Ka përfundu ato gjithë sen. Qështë bën me undi kur i kujton këto fjalë mbështetëse që i ke marrë prej tyre? Tash, a di që është, kur e ko një mbjetum, kur e ko mbështetjen e familjes, është sukur t'ja hek shpisu për një pesh 100 kg. Se te për të mënë nëja. Kur e ki përkrohen e familjes, je shumë i letësun, shumë i tash edhe gjithë publikut, që i falenderoj. Kjo ka mundu shumë kjo puna e familje, se mos ata, normalisht i ke njoft, e ke ditë që raporti është shumë i afërt edhe pa tjetër që do të mbështesim, po deri atë ditë që ke fol me ta, nuk je ndje kur si babi mirë, kështu ke thonë. Po, të na është, të na në mbjetunit, është aja ndjenja që duke që çdo njeri është e ditë rastin që atë ka ndodhë. Edhe aja të vret mas shumëti. Çdo
ose ku të shkojsh mosafir dikon, apo në rrugë, apo... Dy persona me ku të bisedune me veti, duket që janë të bo Allah për ty. Se je çdo herë, sikur në faj, qysh me thonë, atë... Çka të ta flutura kur fole me to? Flutura... Unë me flutura nuk ku pak më kalon pa tekst, se unë misi pa ta të regu bashkëshortes, asë një kuë të një bukur gjatë, pe thamë bashkëshortes të është mi të regu edhe vajsës. Apo, kjo e kësh pas ditë, para se unë vi kalëzu kësojna, pos nuk më isha mi thonë me fjallë, ose ishë shumë ranë. Dhe po ta morë flutra në fakultet, edhe për thjerë në telefon, për thamë 4 vishë për fakultet, në allu me pim kaj kafe, edhe në me bisedu dishka, tha po. Edhe po ta morë vendimin, në ka dho, që në ka lëshu, që në ka njofë statusi i komisionit qeveritarë, edhe për thamë, që qështë jam. E i tha, papë, thonë, tha e di, thonë që 3-4 vjetë. Edhe, si me thonë, ka shimë, më lapë pa test. Edhe, tani, tu bisedu edhe me ta, krejt qysh këna bo intervista me atë zonën që në ndryshëshin me ftyrë të artë. Krejt që i ka përsi. Në të nëzënë, Dani ka dhënë histori të ndryshme, në televizionit të ndryshme, po gjithmonë me identitet të mbulum. Edhe flutra me një moment ka arrit me identifiku që është pikrisht babi që po jep këtë histori, po një maturia e zakonisht e madhe për janë e saj që jo me konfrontua jeti, po me lanë që kur do që kjo është i gatshëm atëherë me tregu. Dhe kjo me të vërtet tregon se sa i pjekur është aja. Edhe është ndihmuese e zakonisht shumë. Shumë është ndihmuese në mua dhe kjo. Tani, pse kërkove prej fluturës që ajo të flasë me djemët dhe jo të personalisht? Shumë e shtirës, nuk më isha. Njët njëri shumë... Di qysh me ta përshkruat në ngushtimin që kur ti thush për herën e parë. Dhe se që unë edhe fluturës nuk mujtë mi thonë për shumë me fjallë. I kanë thonë vetë që qysh jam unë, edhe e kjo farëmërët pisoj. Po kjo kon gjithë shtylla shpis të unë. Kjo e ka mojtë shpinë të unë deri a ditë që kumë full me vojzen, me djemët, kjo kon që do shpia këtë kumë ta. Kjo e ka uhesh një mënyrë se kumë thonë që nuk ku mujtë do një me ko bobi mirë për ta se nuk mujtë kur më ullë ose një mas darke, ose mirë një mu më nëjë mësem, ose që kanë posë tishka probleme në shkullë, gjithë mund veç fitutës mas për ma banë thmija në i pyjtje, rasisht për morën vesh. Krejt ishtë si kjo. Tani, gjithë herë ju më konë në distancë, nervos. Për që ta, ju mbaj edhe thirrje çdo të mbjetoni që në organizatën më të afërt lajmëronë se është pështim për ne. Dhe në fakt, po. Në për veti, para se me shku në organizatë, në kërë që të, e din Selvija se ku më bisetu me tonë shumë, unë në 100 herë ku menu edhe vetit me bo kesh nështë. Se që është borë e ronë që së në borë. Po, mendimin e psikologës me dhe gjithë punëturën në organizatë atë që
çdo na kanë prit në mënyrën më të mirë të mundshme. Na kanë shumë të respektuar atë ku na hi. Në fillim, kur shkoje në organizatë, atë të pyet ke bashkëshortja ose fëmijët, a e dishin ku po shkoje? Jo, se në fillim shkojsha Tinza, kam punë Prishtinë pak, ose punojsha ka pak, i marsha lefi punës, shkojsha direkt, ka petu kresha më punë që mos me kuptu. Ju ke ikë gjithmonë? Gjithmonë, ju kom ikë. Në fakt, edhe hyrja për mbjetumet, edhe dalja është Tinza në seansat e para. E kanë shumë me angë të spishojnë të tjerët, që është kanë reagu të tjerët, që kam me thonë të tjerët. E unë besoj edhe me këta dani është për balë edhe në seansat e para. Jo, u kon se tash pre e përmenëm daljen publike që Selvia e din, unë edhe para në ashtaj ko 2 vjetë, 3 vjetë, që unë i kumë thonë se qaq e merë njëri, qaq e merë forcë me psikolog të bisedu, që tha e den i kumë thonë para 2-3 vjetë, në ashtaj që unë pa du me dalë me full. Se ku i mrana ato qaq e një është ishlirëshëm, sa s'mun është me morë me menë. Po, apet ku dilsh për organizatës, i apetaj njëri mbyllën. Po, mendimin e këtyne edhe të familjes, sa dja mundet. Edhe në fakt je shumë e fatë, zotri Dan, së të mos ku po flasim për antarët e familjes, sepse kjo është një barë që besoj shumë prej të mbjetuarve e kanë, edhe ndoshta ju çdo kush e ka fatin me e gjetë po këtë përkrahje, me siguri ka raste prej ma të ndryshmeve. Çka ju thu familjarve që mund të kenë ndoshta këtë pargjykimin edhe ju mbështetjen e duhur për të mbjetuarit? Leru na masporje bajthirje në mbjetunve, nuk është e thonë tash me u tregu në është me njëherë familjes. Sa sonë me njëherë nuk ku mujtë me tregu familjes. Po, të morë pjesë në përseonca, të fuqizu ka dole, edhe të bisedu tani me psikologën, që shmunët me reagu, për shumë bashkëshortja, nëse unë i tregoj, ose... Po, e para është, ani, mos i tregoj familjes. Mas pari, lëmërën në organizata, merë një shërbimin me psikolog, edhe që të pështen. Tani ka dalë këtu, vinë ma gradualisht, vijen të... Trasohet, vetë trasohet rruga. Pjekën kushtet për me nda, qovë me familjen, nëse jo. Se tani çdo antar i familjes, çdo njeri atje dhe familjen e vetë sa do pak, me kanë mundë me bisedu mas pari, për shembull. Dikon e ko pak më të afërm, dikon pak më ka dalë mi tregu, për shembull, njëre tregon me njëherë, sikur për shembull në fillim i kum tregu bashkëshortët mas pari. Aja tani ka dalë me bashkëshortën se nuk kur i kum tregu bashkëshortës, mo tani nuk i kësha notën, se unë është shumë, që shë këmë thonë edhe në adit ku këmë dollë, është shumë e shtirë se ku nuk mund është me full, me kërkan, të vjen su në gullë fatë, me në gullë fatë, si dhe mas nota është shumë e shtirë. Delë shabe i kësha, unë e famderoj shumë bashkëshortën se e kësha një mëjtë në du mëjtë notës. Ka mëjtë me thonë ku po shkëndi. Tash, që shmi tregu, po kur, njerë, tilësha, etësha, 1 orë, 2 orë, ko isha, u qëfrim isha, u këthesha në shvej. Po... Cilat janë ato fjallë që ti tha bashkëshortja edhe që i kujton edhe sot, edhe t'japim forcë, që ashtu që s'ka ndonë forcë prej ati momenti? Atë natë kër i kum tregu, atë natë nuk ka mujtë me full. Asë njënë, veç ka qojtë. Po, nesit me njës, më tha dhe, da në tha luft, tha ko. Tha dhe gjdo njënit, ka mujtë me ndohë kja. Tha ti edhin, se gjdo herë e ke posë për krohjen tem, po, për sudit e të udje kime posë edhe ma shumë.
Se qaja ishë aj motivimi maj malë Fort. edhe që jam. Një zonë për çdo respekt, kështu që i lumt asaj dhe gjithë familjes në fakt për mbështetjen, po edhe ty shumë për kurajon dhe për gjithë këtë kthes po e përsëris që ke bërë në shoqërinë tonë. Jam krejt në fund dhe normalisht që me sa kam pa një reportazh të kolegut Milot Hasimja që kishit bërë para pak ditësh edhe e vërtolla me shumë vëmendje të gjithin edhe më bëni përshtypje që ishit kthy edhe në stacionin e policisë, aty ku ka ndodhë ngjarja. Nga ana profesionale juja, besoj e keni pas edhe si konsult paraprakisht. Çfarë ndjesie është kur kthehesh? Sepse më duket nuk e qenë më, nuk e shku asnjëherë për gjatë gjithë këtyre viteve aty. Për e herë të porë këmë shku. Po, ka qenë edhe koha për me shku, sepse ti vetëm trauma ka qenë e përpunune të gdani. Në aspektin psikologjik në përpunimin një traume ekzistojnë dy forma, është ekspozimi in vivo dhe ekspozimi i drejt për drejt dhe imaginar. Imaginar është kur ne e përpunojmë traumën në settingu psikoterapeutik, kalojmë në gjithë ngjarjen traumatike, po gjithmonë personi është me personin e sigurt, me psikoterapeutin. Ndonjëherë është e nevojshme mu ballafaqu edhe direkt me vendin. Zakonisht në këto situata provojmë për shembull kur të mbjetuarit duhet me jetu në vendin ku në baza ditore takojnë edhe i shmangën që asaj u shkakton traumë, sepse s'kan çare pa kalu. Edhe në aty ekspozojmë u ballafaqu që ky vend ka qenë rrezikshëm dikur, ka shkaktuar një traumë të madhe dikur, po tash nuk është më. Nëse më thotë trunit e konfronton, edhe çajo është ekspozim edhe ndihmon në ballafaqimin e traumës dhe përpunimin e traumës. Po jo me krejt arrime e bë këto. Në përpunimin e traumës ne e bëjmë gjithmonë ekspozimin imagjinar ku ne e kalojmë personi shkon në ngjarje traumatike, e përsërit derisa e kupton që një ngjarje e tillë ka ndodhur dikur, edhe nuk duhet me ndiku këtu dhe tani, se ka ndodhur dikur, do të thënë vitin 1999, sepse trauma, kur nuk është e përpunune, nuk lejo me jetu të tashmen. Trauma të kthen mbrapa. Edhe dhimbshme është që të mbjetuarit, më thënë, e dim që në Kosovë konsideron rreth 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale. Deri me tani janë rreth 2.000 që kanë kërkuar ndihmë, qoftë njëhet të statusi në organizata të ndryshme, por janë edhe 18.000 të tjerë që ende luftojnë me këtë dhimbje, luftojnë me heshtjen, edhe pikërisht ndoshta për shkak të stigmës, për shkak të mosmbështetjes së familjes, dhe jetojnë me këtë dhimbje që lufta e cila ka përfundu për neve në atë natën, për ata ende nuk ka përfundu, sepse trauma në faktit që heshtet nuk do me thonë që shërohet. Prandaj, krejt ky diskutim që po e bëjmë edhe diskutimi publik i Danit është për me bë thirrje njerëzve që ekzistojnë dyer për ndihmë. Jo domosdoshmërisht duhet me ditë familja. Asnjë psikoterapeut, asnjë psikolog nuk e shtyn të mbjetuarin me tregu familjes nëse ai nuk është i gatshëm. Bile ne i peshojmë shumë mirë gjërat edhe kur e vendos të mbjetuarit, sepse të mbjetuarit kur vinë në trajtim, pas një kohe kanë shumë të nevojshme me nda këtë dhimbje me anëtarët e familjes, sepse dojnë që anëtarët e familjes me kuptu pse kanë reagu në mënyrën se si kanë reagu. Po, kur ne kemi informacione të qarta që nuk e kanë familje mbështetëse, ne i peshojmë shumë mirë gjërat, që kishme përfitu nëse kishme tregu, a kishme bë mati për dam, apo kishme qenë mati për një shlirim. Do të thonë, edhe aty bëjmë reflektu që i mbjetuari e merr vendimin, a është më mirë, a nuk është më mirë. E rëndësishme është trauma me përpunu, e rëndësishme është të mbjetuarit mos me jetu me një traumë të luftës, kur kanë mundësi me përpunu. Ekzistojnë organizata që janë të autorizuar për trajtimin dhe gjitha këto shërbime janë falas. Prandaj është një diçka që ja vlen ndoshta me potencu. Friga më e madhe për mbjetuarit është që kur shkojnë në organizat, a ka me dalë emri tyre dikon, a ka me vrej dikush. Dua ta potencoj që në gjitha organizata që ofron shërbime për të mbjetuarit, gjithçka punohet me kod, nuk ekziston emër. Unë i referohem Danit sepse unë jam psikoterapeutike, është njerëzore me referu me emër, përndryshe gjithmonë është numër. Ekziston kodi, nuk asnjë antar tjetër i organizatës nuk e njeh të mbjetuarin me emër mbi emër, sepse janë me kode, sepse është shumë e rëndësishme parimi i konfidencialitetit është e shenjtë në këto organizata dhe këto të mbjetuarit duhet të dinë, sepse kjo është sfida më e madhe pse hezitojmë me çast burimeve të ndihmës në përgjithësi të mbjetuarit. Unë shpresoj shumë që sa do pak të ketë qenë edhe ky emision edhe kjo minutazh. Po, veç edhe një ndoshta me shtu Selvia Eden, unë e kam mojt në stëp një jelekun është si ushtrisë. Edhe ka pos roste kur se mbojmë edhe seanca grupore, me taku me mbjetun tjerë, se dojmë. Edhe një unik është pas dollë pjedhu mësa të ku jena kon bashk, edhe i kështë baston psikologës që nuk pa muj me
Mballavachëm uniformen. Adi nuk po mujmë me po si je lekin që ko vesh kë. Po ti pse e ke mbajt? Edhe ato e kom bojt prej notit vetë-vetit. Se edhe më kom bojt frikë, së kuraj. Ato vetëm kërë kom pastru, kom hek, se kur në kom hek. Ka kom shku gjithë me ta. Edhe më kom bojt shumë frikë. Po i kom ho vete si unë kom me mujtë si ta. Mballavachim. Edhe për që ata, se edhe jam të. Edhe je ku je. Vetit, unë edhe erë jo bajthirje gjithë mbjetu. Pa dalim femra, po mash që letë lejmëro në organizata. Se unë pe asë ditës që jam lejmëru për herë të parë në organizatë, o për çdo ditë kom shku të e morë vetën, ka dalë, e merë së një njëri mas operimit, po e merë hap mas hapi. Ka dalë, po. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt dhe po shpresoj shumë që edhe ky bisede juna, ky emisioni yni të ketë shërby për të tjerët që po na shohin edhe me gjithë udhëzimet që i dha edhe psikologja, por edhe vetë prezenca jote këtu do të thotë shumë. Ju faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit edhe juve. Shumë kënaqësi. Miq, po ju lë me marketingun e ju pres në pjesë të dytë.